Përshëndetje shikues të dashur. Sot do t'ua tregojmë një recetë të lehtë, të thjeshtë me gjëra të thjeshta. Ky ushqim është i preferuar sidomos për femrat të cilat dëshirojnë të mbajnë një linjë në mirë të trupit. Tash për mu të koka kë. A jeni gati? Prit veç pak. Hajde ullu më shpejt. Që ula, fillo. Këtë recetë e kam quajtur omlet special Maro. Omlet special Maro. Hajde more filloj ma shpejt se 100 puni kam. Gjithçka është e thjeshtë. E merrni një tigan dhe e vendosni mbi pllak të shporetit. Që? Bi plak shporetit. Ajo për me televizora? Pastaj e lyeni me vaj selo nga rrënjët të selinos. Vaj selo? Ku me morë unë atë vaj selos? Nëse nuk keni vaj selo, bën edhe me vaj të farave të sojës. Jo, po me vaj pleshtit pely. Ose bën edhe me vaj të thjeshtë. Ashtu ban. Një qep të kuqe japoneze. Bën edhe tonë. E qëroni, e vëni një tigan, i hedh një krip, veget, biber, si pas dëshirës, pastaj edhe 300 ml ose 2 gota e gjysmë qumsht të dhisë së egër. Po ku me zonë, unë a dhit egër me miel? Shuj bre, shuj! Ku për nervës të koke, ha? Bën edhe të dhive të buta. Ashtu po, ban. Por duhet pa tjetër të jetë dhi e kuqe. A me Lara s'po bana? Dhit kuqe. Hej! Mos më shti me ndërprej emisionin. I merr të gjitha këto, i vënë tigan dhe pastaj i përzien me të kuqen e vesë së makushit. Nga dal. Shko është mëraj makush? O janë vise. Disa i thënë makush, disa i thënë struc. I bëjnë vezet e mdhaja, kaq. Që? Po t'ja recept australisje t'u nga kalzu këtu, a? Ku me marru në struc? Po, nëse nuk keni vej struci, bën edhe vetë qurës, ose bibes, ose si që themi ne. Qurës ban, okej, hajt. Pastaj, në të gjitha këto, i hedhë dhe 100 gram qero. Qero, po shka është mraj qero, aj ku kunon. Qero është sheqer, i nxjerr nga rrënjët e restoas. O, qka është mraj është storas, qeqer. E resto është një bimë e cila kultivohet në lartësitë e larta atje të Meksikës, qysh nga kohët e lashta. Qta shune ty t'kallëzaj? Australi, Meksik, kohët e lashta. Ka dole, mësë gunë. Mëse dal televizionin. A unë e krejt botën dhe t'me shetit për qëtë recepta? Recept letë. Që ky është recept i letë, që ky? Oj, ambise e dështuar. Kjo recetë është për qytetare, jo si ti. Tash unë e ty t'kallëzoj. Shka është omleti? Qysh bojt omleti? O, kuzhinjeri dështuar. Omleti bojt, i qëtë 2 vue, tani që ti shka dushti për mi, zejtinin, e pjek, e jo me shku 4 randë botës për një omlet. E po nuk po dini kur gjë tjetër. Dojnë me na 2 vot në barkë për juve. Ambiseve të dështuara. Puh!